Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. Sal. Pasha Kuranin e madhrueshëm që këshillon. Por jo besimtarët janë mendjemdhenj dhe përçarës nuk e pranojnë të vërtetën. Sa breza para tyre popullit të Mekes, ne I kemi zhdukur e ata kanë thënë ndihmë, por ka qenë vonë. Ata janë çuditur për ardhin e një paralajmëruesi nga mesi I tyre dhe jo besimtarët kanë thënë, ky është magjistar dhe gënjeshtar. A don ai që prej tërë perëndive të bëjë një perëndi? Me të vërtetë, kjo është një gjë e çuditshme. Dhe paria nga mesi I tyre u larguan duke I thënë njëri tjetrit, shkoni dhe bëhuni të durueshëm pranë perëndive tuaj, me të vërtetë, kjo është një punë e madhe që dëshirohet. Këtë nuk e kemi dëgjuar në fenë e pashme. Ky është vetëm një trillim. Vallë, nga mesi ynë atij të dërgohet Kurani. Për çuditse por, ata dyshojnë në këshillën time, me që ende nuk e kam shijuar dënimin tim. Vallë, ata janë thesorë të mëshirës së Zotit tënd të plotfuqishëm dhe dhurues. Apo I tyre është pushteti I qiejve dhe tokës dhe çka në mes tyre? Le të ngjitin atëherë, me mjetën e qiell. Ata jo besimtarët, Kureshit janë një ushtri e vogël e përbërë nga grupet, të cilat do të shpartallohen atë. Edhe para tyre kanë përgënjeshtruar populli I Nuhut, edhe Adi dhe Faraoni, pronari I godinave madhështore. Edhe Thamudia dhe populli I Lutit edhe banorët e Eketit, këta janë aleatë e grupe. Të gjithë këta I kanë konsideruar pejgamberët gënjeshtar, andaj u realizua dënimi im. Këta presin vetëm një zë të madh që nuk përsëritet. Dhe ata përqeshësit thonë, o Zoti ynë, shpejtona pjesën tonë të dënimit para ditës së llogarisë. Perëndia ka urdhëruar, duro Muhamedi për atë që thonë ata dhe kujtoje robin tonë Daudin, e fuqishëm, ai me të vërtetë I është drejtuar Zotit. Na ja kemi nështruar bjeshkët që bashkë me të ti lutën Perëndisë, në mbrëmje dhe në mëngjes. Si dhe zogjët e tubuar, të gjitha I drejtoheshin atij luteshin e te. Dhe ne ja kemi forcuar pushtetin e tij dhe I kemi dhënë mençuri dhe dijeni për të gjykuar. Atë ka ardhur ty lajmi për kundërshtarët kur hypen në tempullin e tij fetar. Kur hynte Daudi, ai u frikësua prej tyre. Ata thanë, mos u frikëso, na jeni dy kundërshtar, që njerit, tjetrit I ka bërë pa drejtësi, prandaj gjyko mes nesh, me të drejtë, dhe mos u shmanu prej se vërtetës, po na lëzo në rrugë të drejtë. Me të vërtetë, ky është vella mik I im. Ai ka 99 dele, kurse unë kam vetëm një dele, andaj me tha, ma jep ti mua atë. Dhe ai në bisedë polemik me mundi. Daudi tha, me të vërtetë, ai të ka bërë pa drejtësi që të ka kërkuar delën tënde, që ta bashkoj me delet e veta. Dhe, me të vërtetë, shumë bashkëpronari bëjnë pa drejtësi njeri, tjetrit, pos atyre që besojnë dhe bëjnë punë të mira, por ata janë pak. Daudi e kuptoi se na, me të vërtetë, e kemi sprovuar atë, prandaj ka kërkuar falje nga Zoti I vet dhe u përull, duke rënë për dhe duke u penduar. Pastaj, ne këtë ja falëm atij, a ati të na, ka një pozitë të veçantë dhe një kthim të mirë në jetën tjetër. O Daud, ne të kemi bërë sundimtar në tokë, prandaj gjyko ndërmjet njerëzve me të drejtë dhe mos shko pas pasionit tënd, sa ai pasioni të largon nga rruga e Perëndisë. Me të vërtetë, për ata që largohen nga rruga e Perëndisë, ka dënim të ashpër, nga se e kanë haruar ditën e llogarisë. Ne nuk e kemi krijuar kot qiellin dhe tokën dhe atë që është në mes tyre. Ashtu kot, mendojnë jo besimtarët. E mire për jo besimtarët kur do të hyjnë në zjarr. A do të sillemi me ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira si me turbulluesit në tokë, apo vallë do të sillemi me njerëzit e mirë si me njerëzit e keqi? Ky është një libër Kurani që ta kemi zbritur ty, libër I bekuar, për të studiuar dokumentet e tij dhe për t'u këshilluar mendimtarët me të. Ne, Daudit, I kemi dhuruar Sulejmanin. Ai është rob I mrekullueshëm. Ai, me të vërtetë, I është drejtuar shumë Zotit. Kujtoje kur ati Sulejmanit, një pas dite ju paraqiten atëllarët ku ai të dalluar. Ai tha, unë shfaqa dashuri me të madhe ndaj pasurisë kuajve se sa luqjes ndaj Zotit tim. Ata defiluan para tij derisa humbën mas bëshkes. Ai tha, mi ktheni ata, e pastaj nisi t'i prekë me shpatë këmbët dhe qafat e tyre. Ne, me të vërtetë, e sprovuam Sulejmanin dhe hodhëm mbi fronin e tij një trup, dhe pastaj Sulejmani ju drejtua Zotit. Dhe tha, o Zoti im, të më falësh dhe më dhuro një pushtet çfarë nuk do ta ketë askush pas meje. Me të vërtetë, ti je dhuruesi I madh. Pastaj, ne ja nështruam erën e butë e cila frym në vullërin e tij, ande ka donaj. Dhe djajt, të gjithë ndërtuesit e zhytësit në ujë, dhe të lidhur në pranga. Kjo është dhurata jon, prandaj ti dhuroja o Sulejman kujt të duash ose mos u jep, pa kurfar llogarie për këtë. Me të vërtetë, ai të na ka një pozitë të veçantë dhe një kthim të mirë në jetën tjetër. Kujtoje robin tonë Jubin, kur I lut Zotit e vet, me të vërtetë, me preku djalli me mundim dhe vuajtje. Atij I tha, bjeri me këmbën tënde tokës. Ja, ky është një burim I ujit të ftohtë për larje dhe pirje. Dhe ne ja kemi dhuruar atij familjen dhe po aq një numër tjetër anëtarësh të familjes, me shir prej nesh dhe këshillim për njerëzit e mençur.
dhe merr me dorën tënde një tubë të prasharë me to dhe mos e shkel betimin tënd. Ne e kemi ditur atë të durueshëm, ai është robi i mrekullueshëm. Ai, me të vërtetë, i është drejtuar shumë Zotit dhe kujtoi robërit ton, Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin, të fortë në besim dhe larg pamës. Ne atyre ju dhuruam një virtyt të veçantë, që ta kenë gjithmonë në mend botën e ardhshme. Në mend, ata janë tek në njerëz të mirë të zgjedhur. Dhe kujtoje Ismailin, Elisajin dhe Dhulfiflin. Të gjithë ata kanë qenë të mirë. Ky është një kujtim i mirë dhe, me të vërtetë, për njerëzit që ruhet nga mëkatet, ta kthejmë të mirë në botën tjetër. Në kopshtijet e Adnit, dyert e cilët janë të hapura për ta. Në të cilat rinj të mbështetur në divane, kanape e kënaqen e pemë dhe pije të lloj-llojshme. Pranë tyre do të ketë hyrje moshatare, që nuk shikojnë anash. Kjo e ju është premtuar për ditën e llogarisë. Ky është në mend, furnizimi ynë që nuk ka të sosur. Kjo është kështu për besimtarët. Për njerëzit e tërbuar në të keqe, me të vërtetë, ka kthim të keq në botën tjetër. Feri, në të cilin ata do të digjen. Sa shtrati shëmtuar që është ai. Kjo është kështu për mohuesit. Le ta shijojnë ata këtë ujë të veluar dhe të qelbët, dhe të tjera mundime të lloj-llojshme të ngjashme me to. Atyre u thuhet, ky është grumbullimi i dendur me ju në ferë, u thuhet, nuk ka çlim për ta. Ata, me të vërtetë, do të digjen e zjarr. Populli i thjeshtë ju përgjigjet udhëheqësve të vet, jo, por ju mos pa qetësiri mas qetësi, ju na keni sill në këtë gjendje, e sa strehim i keq është ky. Njerëzit e thjeshtë thanë, o Zoti ynë, kush na përgatiti këtë neve, dëfishoju atyre dënimin e ferë. Populli me kes thanë, pse nuk po i shohin njerëzit që i konsideronin të keqi. A mos i kemi përqeshur ne atë, apo na kanë humbur sysh? Kjo është, me të vërtetë, grindja e banorëve të ferit. Thuaj o Muhamedi, me të vërtetë, unë jam vetëm paralajmërues, e nuk ka Zot përveç Allahut, të vetmit të ngallënimtarit. Zotit të qiejve e të tokës dhe të asaj që gjendet midis tyre, të plotfuqishmit, faljesit. Thuaj, ky Kurani është lajmi i madh, e ju prej tij po shmangeni. Unë nuk kam pasur kurfar dije për meleqe e lartë, kur ata polemizuan mes vete. Mua vetëm e është shpallë se jam paralajmërues i qartë. Kujtoju atyre kur Zoti ytu ka thënë meleqeve, me të vërtetë, unë do ta krijoj njeriun prej balte. E kur unë ta plotësoj atë të jap frym prej shpirtit tim kur të jap jetë, bëni si gjati. E të gjithë meleqt e ngjit, së bashku, bën segjë. Përveç Iblisit, ai u bë mendje madhe ishte mohues. Zoti tha, o Iblis, shtrepëngoj ty, që të mos bësh segjë para atij që e kam krijuar unë në duart e mia pa ndihmën e askujt. A mos je mendje madhsuar apo mendon se je nga të lartit? Iblisi tha, unë jam më i mirë se ai. Mua më ke krijuar prej zjarrit, kurse atë prej baltës. Perëndia tha, dil atëherë prej xhenetit. Me të vërtetë, ti je i dëbuar. Me të vërtetë mallkimi im është mbi ty deri në ditën e gjykimit. Iblisi tha, o Zoti im, më jep afat deri në ditën kur do të ringjallen ata. Zoti tha, me të vërtetë, do të jepet 2 afat, deri në ditën e caktuar. Iblisi tha, pasha madhërinë tënde, unë do t'i mashtroj ata të gjithë, përveç robërve tu të sinqertë. Zoti tha, unë betohem me të drejtën dhe flas të vërtetën. Me të vërtetë, unë do ta mbush ferin me ty dhe me të gjithë ata që të pasojnë ty. Thuaj o Muhamedi, unë prej jush nuk kërkoj kurfar shpërblimi për të Kuranin, e as nuk jam nga ata që paraqiten të atill çfarë nuk jam. Ai Kurani, me të vërtetë, është këshilli për tërë botën. Dhe ju, me të vërtetë, do ta dini lajmin e tij pas një kohe.